Një tjetër inovacion i bukur që po përgatisim është hyrja në Shqipëri nga aeroporti Nën Tereza pa asnjë ndalesë dhe asnjë kontroll pasaporte, po përmes një porte digjitale, të cilës i mjafton vetëm pamja jote për të verifikuar identitetin tënd, duke i lidhur pamjen elektronikisht me biletën dhe me të dhënat e tua si një pasagjer. Kështu aeroporti i Tiranës, tani më i mirënjohur si aeroporti me rritjen më të madhe për disa vite me radhë në Europë dhe si njëri ndër të parët aeroportet e Europës me kontrollin digital të pasaporteve, do të jetë i pari aeroport në Europë me portën digjitale të hyrjes. Tani, kur unë sjell këtë fjalën i pari në Europë, ndodh që disa që nuk e kuptojnë kontekstin ose që nuk duan ta kuptojnë kontekstin të fillojnë të zgërdhijen. Por nuk ka asnjë çudi këtu. Ne jemi larg sqenit parë në shumë drejtime, por fal bekimit të teknologjisë digjitale, jo ne, po fakti është se shumë vende edhe në Afrikë, edhe në të tjera zona të botës, por edhe siç ndodhi për shembull me Estoninë, që ishte një vend i vogël, një vend i ri, ende i pa anëtarësuar në Bashkimin Evropian, mund të bëhen vende që pararendin në një zgjidhje apo në një zgjidhje tjetër. Pra, teknologjia i jep vendeve në zhvillim mundësinë të bëjnë kapërcime epokale që përndryshe do ishin të pamundura. Dhe ne po bëjmë çmos që të bëjmë sa më shumë kapërcime të tilla. Të mos harrojmë se jemi vendi që futi masivisht dhe praktikisht 95% të shërbimeve publike drejt për drejt online përmes platformës e-Albania.